Ju mpihen duart, kjo erës bën mrekulli për problemin tuaj. Megjithëse ka shumë ilaçe natyrale të cilat mund të ndihmojnë në rritjen e qarkullimit për të mos shkaktuar mpirje të gjymtyrëve kryesisht në krah dhe në këmbë, mirë po ka edhe disa strategji të cilat vijnë nga mjekësia popullore pas edhe një efekt negativ në shëndetin tuaj. Zgjidhja për këtë problem është pikërisht kanella. Kanella përmban shumë kimikate dhe njëkohësisht lëndë ushqyese si për shembull mangan dhe kalium, si edhe shumë vitamina të rëndësishme të kompleksit B. Vetitë e saj ushqyese ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në duar dhe këmbë dhe në këtë mënyrë ndihmojnë në trajtimin e mpirjes në këto zona. Ekspertët rekomandojnë marrjen e 2 deri në 4 gram pluhur kanellë në ditë për të përmirësuar qarkullimin tuaj të gjakut.